Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Një tabiin që quhet Jezid ka vërejtur shenjën e një goditje në kërcirin e Selama ibn al-Akwa'it radhiyallahu anhu. Selama ibn al-Akwa është një nga shokët e profetit, një sahab. Ka parë shenjën e një goditje në kërcirin e këtij sahabiu. Dhe e ka pyetur, ka thënë: "Ma hadhihi ad-darba?" Ka thënë: "Çfarë goditje është kjo? Ku e ke marrë këtë goditje?" Tha ta tregoj. Lemma kana yawmu Khaybar qala asabatni darbatun fi saqi faqala an-nasu usiba Salama. Sot në luftën e Khayberit një nga idhujtarët ma ka dhënë një goditje në kërcirin e këmbës. Edhe njerëzit thanë që u vra Salama. Sot unë shkova ke profeti sallallahu alaihi wasallam me kërcirin e dëmtuar, nga goditja e rënë që kishte marrë. Kuptohet që i ka rënë me shpatë, i ka rënë ai armiku. Tha profeti se qala fa nafatha fihi thalatha nafathat fama ishtakaytuha ila as-sa'a. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam fryu 3 herë. 3 herë ka fryrë duke e shoqëruar frymën me fare pak shtym. Ke ajo goditja, ke kërciri, edhe thot unë nuk kam ndjej modhimje deri më sot. Por Allahu i lartësuar ja kishte lënë një shenjë kësaj goditje, kuptohet që plaga, ajo goditja ishte mbyllur, plaga ishte mbyllur, po kishte mbetur një shenjë, edhe e kishte këtë shenjë Selama radhiyallahu anhu, shenjë që kishte marrë një goditje në rrugt të Allahut të lartësuar, dhe dihet që provat që heq njeriu në rrugt të Allahut të lartësuar janë mirësi për ta. Ka Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra dhe kjo është një nga argumentet e profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sapo i ka fryrë kërcirit të Selamas është shëruar dhe s'ka ndjej modhimje. Dhe kjo ka ndodhur me lejen e Allahut, me fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, si një argument për profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmetohet një hadith se profeti sallallahu alaihi wasallam është bërë shkak për nxjerrjen e xhindit nga trupi i një fëmije. Një sahab që quhet Ya'la ka treguar se ishin duke udhëtuar me profetin sallallahu alaihi wasallam. Duhet të qenë udhëtimi i luftës së Tebukut. Edhe ndalen ke një ujë. Aty vjen një grua me një fëmijë mashkull, me djalin e saj. Edhe përmendi se djali kishte prekje, vuante nga xhindi dhe xhindosej. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja vendosi dorën në gjoks edhe tha: "Ukhruj fa inni rasulullah." I tha: "Dil, se un jam i dërguari i Allahut." Pra i dha urdhër xhindit që dilte, duke i thënë: "Dil, se un jam i dërguari i Allahut." Kaq bëri profeti sallallahu alaihi wasallam. Fëmia u qetësua. Vazhduan udhëtimin profeti me shokët e tij. Në kthim vin përsëri ke i njëjti ujë. Dhe aty vjen kjo gruaja, edhe tha që fëmia nuk ka pas më shqetësim, s'kemi vënë re diçka të dyshimt deri në këtë moment. Këtë hadithin e fundit e ka sjell Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Dhe sipas Sheikh Albanit senedin e ka të saktë. Ndërsa hadithin që përmenda para këtij e ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Pra, shenjat, argumentet e profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, por përmenda disa shenja që tregojnë për shërimin e të smurëve. Të smurët i shëron Allahu, por profeti sallallahu alaihi wasallam është bërë sebeb. Dhe këto janë nga mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpëlbeft me të mira, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu